Gazmend Nazim Hoxha është një emër që mishëron sakrificën, përgjegjësinë dhe shërbimin ndaj atdheut dhe qytetarëve. Si pjesëtar i ushtrisë shërimtare të Kosovës, ai dha kontributin e tij në momentet më të vështira për vendin, duke u rreshtuar në anën e lirisë dhe dinjitetin kombëtar. Pas luftës, Gazmend Hoxha vazhdoi të shërbejë shoqërisë me të njëjtin përkushtim për plot 26 vite me radhë. Ai ka shërbyer me nder dhe korreksi si zyrtar në gjendjen civile në Prizren, duke qenë në shërbim të përditshëm të qytetarëve me profesionalizëm, etik dhe respekt njerëzor. Puna e tij është vlerësuar gjithmonë për ndershmëri, përgjegjësi dhe korreksi institucionale, duke lënë gjurmë pozitive në jetën e shumë familjeve dhe brezave që kanë kaluar në përzyrën e gjendjes civile. Gazmend Hoxha mbetet një shembull i qytetarit dhe shërbyesit publik, që i ka qëndruar besnik misionit të tij fillimisht për lirinë e Kosovës dhe më pas për ndërtimin e institucioneve të saj, respekt dhe mirënjohje për kontributin e tij shumë vjeçar. Do të shkoj falënderimin tan dhe milionin për kontributin e jashtëzakonshëm që ka dhënë bazë. Jo vetëm stafi i komunës, por edhe më herët, në forma të ndryshme, momentet më të vështira ku më shumë dëgjuan e urë, dhe si fundor i cili shumë besoj që ka lënë të shqipe të mija, në kapilore dhe të të mija. Rastësisht ka ndodhur me dalë për një tip penzion, po këtë në penzion për një milion edhe 14 që të tërë. Për ka të sigur dhe ma te përsi. Në më ju falenderu edhe me përgëzu edhe me dëshiru shëndet të mirë, jetë gjatë edhe gjithsesi të bali jemi të kohë. Shumë falenderes për kontributin. Ju falenderoj të gjithëve shkretarë që jetë shpej më shirë në mëndin ka të shkotin të tjenë. I falenderoj gjithë kolegët e mi. Nashta kemi kaluar kohën edhe shtira, kemi kaluar edhe të mira. Nashta i kom bërë presion ajo se pak më i tjetër kam qenë, inshallah ma bëni halal. I falenderoj gjithë, çdo sen që kemi bërë të jetë.